Jezusi u dëftohet 7 nxënësve. Mandej Jezusi prap ju t'i ftua nxënësve në breg të detit të Tiberiadit, u dëftua kështu. Ishin bashkë Simon Pietri, Toma që quhej Binjak, Nataneli nga Kana e Galileas, bijët e Zebedeut dhe 2 tjerë prej nxënësve të tij. U tha Simon Pietri: po shkoj të gjuaj peshk, po vijm edhe ne me ty, i thanë ata. U nisën pra e hyrën në lundër. Për atë natë nuk zonës gjë. Kur zbardhi drita që Jezusi në breg, nxënësit nuk dinin se ishte Jezusi. Jezusi u tha: djelmosha, a keni ndo pak peshk? Jo, përgjigjen ata. Ai u tha: qitni rrjetat në anë e djathtë të lundrës e do të gjeni. Ata e hollën e nuk mund ta nxirrnin aq u ngarkuan me peshk. Atëherë ai nxënësi të cilët Jezusi e donte i tha Pietrit: është zotëria. Simon Pietri si dëgjoi se është zotëria, u mbështoll me petkun e sipër, sepse ishte i zhveshur, dhe u holl në det. Nxënësit tjerë erdhën me lundër duke hequr rrjetan me peshk, sepse nuk ishin larg bregut, kund 200 kut. Si dolën në tokë, pan zjarrin me prush e mbi të peshk dhe bukë. Jezusi tha: bini ndonjë nga peshqit që zot tani. Atëherë Simoni Pietri hypi në lundër, i nxori në tokë rrjetën plot me peshq, 153 peshq të mëdhenj, dhe megjithse ishin aq shumë, prap nuk u shqye rrjeta. Jezusi tha: ejani e hani. Askush prej nxënësve nuk pati guxim ta pyes: kush je ti? Sepse e dinin mirë se ishte zotëria. Jezusi u afrua, mori bukën dhe u tha: po ashtu edhe peshkun. Ishte kjo hera e tretë që Jezusi u dëftua nxënësve të vet pasi u ngjall së vdekurit. Jezusi dhe Pietri. Pasi hëngrën mëngjesin, Jezusi e pyeti Simon Pietrin: Simon, gjoni, a më do ti më shumë se këta? Po zotëri, i përgjigji, ti e di se të dua. Kulloti qengjet e mi, i tha Jezusi. Prap e pyeti të dytën herë: Simon gjoni, a më don ti mua? Po zotëri, ti e di se të dua, i përgjigji Pietri. Kulloti delet e mia, vijoi Jezusi. I tha për të tretën herë: Simon gjoni, a më don? Pietri u trishtua pse e pyeti për të tretën herë: a më do? Dhe i përgjigji: zotëri, ti di gjithçka, ti e di se të dua, i tha Jezusi. Kulloti delet e mia. Për një mend po të them, kur ti ishe më i ri, e gjeshe vetveten dhe shkoje ka doje, por se kur të plakesh, do të hapsh duart e një tjetër do të ngjesh e do të çojë ku ti nuk dëshiron. A thua këto fjalë, po ti lajmëruar se me vdekje do të lavdëronte hyj. Mandej i tha: më ndiq mua. Jezusi dhe nxënësit i dashur. Pietri u kthye dhe pa se po e ndiqte nxënësi, të cilët Jezusi e donte posaçërisht, ai që në kohën e darkës e mbështente kryet në parzmën e Jezusit dhe e pat pyetur: zotëri, kush është ai që do të tradhtoj? Por Pietri
e vuri re kat. I tha Jezusi, zotëri, e çka do të ndodh me kat? Jezusi i përgjigji, nëse dua që ky të mbes derisa të vi unë, ty ç'po të duhet, ti eja mbas meje. Këndej edhe u hap ndër vëllezër fjala se ai nxënës nuk do të vdes. E pra Jezusi nuk tha, nuk do të vdes, por nëse dua që ky të mbes derisa të vi unë, ty ç'po të duhet. Ky nxënës është ai që e dëshmon këto gjëra dhe vet ai i shkroi. Ne e dim se dëshmia e tij është e vërtetë. Ka edhe shumë gjëra tjera që i bëri njerëzit, të cilat po tu rënditeshin një nga një, me thonë menja se as mbar bota s'do t'i zinte librat që do të duhen të shkruheshin.